4 ministri, zëvendës kryeministri, kryetari i kuvendit e nënkryetari, por Abdixhiku prapë ndryshon mendjen. Albin Kurti, pas takimit me Lumir Abdixhikun për zgjedhjen e presidentit, ka bërë me dije se kryetarit të LDK-s i ofroi postin e zëvendës kryeministrit, ndërsa LDK-s 3 ministri të tjera dhe ministrinë e punëve të jashtme. Ndërsa si propozim të dytë dha kryetarin e kuvendit dhe nënkryetarin. Kryetari i kuvendit dhe nënkryetari do të ishte nga LDK-ja dhe do të vazhdohej qeverisja. Ju e keni dëgjuar edhe deklarimin e zëvendës kryeministrit të parë, Glauk Konjufca, i cili ka thënë se unë tërhiqem nëse do të kemi ndonjë figurë konsensuale, tha ai. Ndërsa Abdixhiku në anën tjetër tha se ideja se presidenti të takojë vetëvendosjes është e papranueshme dhe se nuk mund të diskutohet për propozime të tjera, por nuk u ndal ky insistim. Duhet të bëhemi gati për skenarin e zgjedhjeve të reja dhe të jashtëzakonshme. Për i fillimit LDK ka qenë e qartë që presidenti s'dohet të jetë zgjatimi i qeverisë. S'mund të ketë një qeveri që ka dhe presidentin e një partie, pra të ketë 3 institucionet. Bëri me dije Abdixhiku. Kujtojmë se janë edhe 9 ditë afat për zgjedhjen e një emri për president. Ndryshe pasojnë zgjedhjet.